Gjërat për të cilave kërkonte mbrojtje profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga shqetësimi dhe pikëllimi, nga pafuqia dhe përtatësia, nga frika dhe kopracia, nga bara e borxheve dhe padrejtësia e njerëzve. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga dënimi i varrit dhe nga sprova e jetës dhe e vdekjes. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga pleqëria e rëndë, nga zemra e ngurtësuar, nga pakujdesia, nga varfëria poshtruese dhe sëmundjet e rënda. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga varfëria, mohimi i besimit, idhujtaria, prishja, hipokrizia, dëshira për të dukur dhe kërkimi i famës. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga shurdhëria, memecëria, marzia, lebra, çmenduria dhe të gjitha sëmundjet e liga. O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde nga zhdukja e mirësive që më ke dhuruar, nga ndryshimi i papritur i shëndetit, nga ndëshkimi yt i befasishëm dhe nga çdo formë e pakënaqësisë tënde.